Përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku këtë mesditë me pagjurëm këtu në Report TV, ku sot në studio do të kem të ftuar një 61 vjeçar nga Tirana, dashur miq, ai quhet Arben Barmashi dhe ka bërë një denoncim në studion e emisionit Pagjurëm për një histori vërtet të dhimbshme që ky baba ka përjetuar në familjen e tij, braktisur nga partnerja e parë, e cila braktisi edhe djalin foshnjë duke hedhur në koshin e mbeturinave në pallatin ku jetoni, dhe më pas ky baba gjen foshnjën e dorëzon në shtëpinë e fëmijës me problemet që kishte me drejtsinë, humb kontaktet dhe me të birin. Për të vazhduar jetën dhe për t'ja nisur sërish nga e para, ai rinisi jetën me një tjetër zonjë nga Tirana, ku kjo e fundit përpara disa kohëve i ka bidhur gjithë shumën e parave, gjërat më me vlerë në shtëpi dhe është larguar, dhe ky 61 vjeçar ndodhet me mua në studio për ta rrëfyer këtë histori dhe padyshim për të kërkuar ndihmë. Unë menjëherë përshëndes Arben Barmashi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Je shumë i shqetësuar, të shikoj që ndihesh mirë. Arben, jeta jote ishte me pak ato fjalë që unë prezantova në fillim, por ke dhe shumë gjëra të tjera për të thënë. Më vjen keq për atë që pas ke përjetuar. Nuk di çfarë të them. Kjo ishte një vdekje për zgjallje. Më mirë të kishte, jo ta kisha zhdukë jetë, po ajo të më zhdukte jetë mu. Kaq kriminale, kaq intrigante. Flasim për partneren e fundit. Dhe ka sulmu gjithmonë për kapital. Ajo burrat i ham. Se po t'ishte gruaja mirë, ishte martuar me të dashurin në Shëmri. Unë dua që ta publikoj, jo ta injoroj. Po ajo ka fliqur dhallë parë familjen e vet, edhe fytyrën e vet. Por kur ka ndodhur kjo ngjarje që ajo është larguar nga shtëpia juaj? Datë 8 dhjetor. 8 dhjetor. Ka përzon nga shtëpia, kam flet kembesa. 8 dhjetor të vitit që lan. Po. Po çfarë ka ndodhur konkretisht? Kam punu që e di gjithë fresku, e di edhe gjithë Tirana, me gipse, me boj. Kam arrit që kam marrë dhe 800 milion lekë. Plus 500-600 euro në vit mbi nga familja, merrte lekët, kërkonte çka kishte i qef. Hik doktori, hik këtu, hik atje, me furallikun ton, nuk kena punu as me pisliqe si ajo, si unë, edhe ajo ka punu. Por në 8 dhjetor ajo mori gjithë shumën e parave që ju kishit hequr më njanë, kursimet e familjes. Ajo ishte kryetareja. Se ku i ka çu lekët, se që ka bo me lekët, ajo do të përgjigjet e do më paguaj, derisa të jem gjallë. Më japi lekët, frigoriferin, televizorin që më kanë vjedhë në shtëpi, se kanë qenë 3 çelësa. Edhe më ka ardhë, ka simulu me fugon bashkie. Unë kam lënë taksixhiun, e ka gjumu nga mrapa. Tha më deki ke nusja dajës, këtu, boqa dush. Arben, e qarë, do marrë feni të gjithë të histori. Se kam prek, as se kam praf, as se kam thënu. Sa kështu kanë zjerë ajo. Sikur është dënuar nga ju. Ose kam prek fjen e flokut. Por ju jeni një baba që keni zemrën e thyer. Po. Keni humbur kontaktet? S'kam punë me ishnën e kalamajmet. As me kavasin. Jo, flasim për fëmijën, që e lën në një institucion, në një shtëpi jetimore. E lash me dokumente. U birsua pa dinin tuaj dhe ju s'keni më informacion për atë. Ja, në asnjë mënyrë, fëmia ushit. Si ushit, dhe nga ushit do ma tregosh vetëm pas pak. Por më lejo në këtë momente të jap një kronik që ne kemi përgatitur për jetën tuaj, një kronik e përgatitur nga gazetarja jonë Gjila Durishti, dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e këtij 61 vjeçari nga Tirana, konkretisht nga zona e Freskut këtu në Tiranë. Edhe pse me një diferencë moshe 24 vite, ata vendosën të nisnin së bashku një bashkëjetesë. Kjo histori dashurie e ka zanafillën në vitin 2007, kur 47 vjeçari, Arben Barmashi, i divorcuar dhe babai i 2 djemve, vendosi të jetonte në Tiranë në një banesë të marrë me qira me 25 vjeçaren, Aisha Kaja me origjinë nga Kavaja. Më 1 tetor të vitit 2010, ata u bën prindër të një djali, moment nga i cili do të merrte një tjetër rrjedh bashkëjetesa e pazakonte çiftit. 2 muaj pasi e solli në jetë, nëna hedh djalin në koshin e mbeturinave dhe largohet përgjithënjë. Në një zonë të populluar, foshnja u pa nga banorët të cilët njoftuan babain për veprimin e bashkëtueses së tij. Arbeni e gjen të birin me spirgu të mbeturinave dhe e merr në shtëpi duke u kujdesur për disa muaj me radhë. I kërkuar nga Interpoli pasi ishte dënuar në mungesë nga shteti belg në vitin 2008, Arbeni përfundon pas hekurave, ndërsa djali në shtëpinë e foshnjës në Vlorë. Me të kryer dënimin, 61 vjeçari kthehet nga Belgjika në Shqipëri dhe stacioni i parë ku ai u ndal do të ishte shtëpia e foshnjës, atje ku shpresonte të merrte sërish në krah të birin. Kur mendoi se pas 5 viteve larg prej tij,
do të ribashkohej mësuese Enrico Barmashi, ishte birësuar që prej viti 2011. Me një jetë plot tallaze, me ndjenjën e pendesës, por edhe me breng në zemër, 61 vjeçari kërkon të mësoj fatin e të birit, i cili sot është 12 vjeç. Jemi rikthyer në studio dashur miq, kjo është historia e Arben Barmashit, 61 vjeçarit nga Tirana. Arben, ndalemi tek marrëdhënia jote me zonjën Luciana Stafa. Lucie, më fal, si jeni njohur me këtë zonjë dhe kur jeni njohur? Mu më ka prezantuar në radhë të parë një shok nga fshati i saj, kishte shokun tim. Po. Më tha më këtu, tha. Me që e kthy, tha, që ta hapësh familje, tha, më dukesh ta edukativ, tha, njeri tamam. Ti në atë kohë jetoje vetëm. Po, ke motra. Po, tek motra. Ishte motra që kujdesej për ju. Po. Po? U prezantova, pim një kafe, edhe erdhi vllai vet, vllai tjetër, dyshun, sepse janë edhe çik racista. Jo jepke jo kështu. I thash një gjë, unë jam ai që jam, i thash. Nëse të pëlqen, si ty si familje, si kunat që të kam, i thash, ndoshta bëhemi, ndoshta nuk bëhemi, i thash. Po megjithatë familja ime është me emër, i thash. Babain e kam pas përkthyes në ambasadë greke. Po. Mos shikomo, i thash, se cigaria konverton ta kthen në transemisionin e fytyrës. Po si jeni 61 vjeç dhe për moshën që jeni shumë mirë, se duhet keni këto paragjykime për veten. Kam ushtruar, kam qenë aktiv për jetën time, gjithmonë dhe u ushqyer mirë. Po? Jo se kena vujt për të ngrënë. Edhe shkova në fshat, e kërkova me motrën, me mbesën, aq njerëz janë në 2 veta. Çfarë viti ndodhi kjo para sa kohë? Në 2017. Në 2017. Po, në mars të 2017. Mars aprill, s'm kujtohet. Po? Shkova atje. Sipas traditës së shqiptarëve, shkove dhe i kërkove dorën, që të nisnit bashkë jetën. Po? Sa vjeç ishte zonja në fjalë? Mu qante, mu bonte këtu, nuk ka rëndësi, shkonte keq me kunatën. Mirë po, tani, kjo më tha mu, tha që unë jam e smurë, mbretresh nuk do bosh, i thash se s'kam këto kalaje, këto vila, unë i thash. Sa vjeç ishte zonja në fjalë? Ka qenë 51 vjeçe. 51 vjeçe. Po. Jetum 4 vjetë e 8 muaj, diçka e tillë. Besoj që ka humbur një martesë të parë, ka qenë nën? Jo, ka qenë e dashuruar. E dashuruar, asnjëherë e martuar? Asnjëherë e martuar. Nën? Jo. A ka fëmijë? Jo, nuk bën fëmijë, sepse ka problemet e veta, nuk e di. Nuk është bërë asnjëherë. E kam çu me heko, me skane, me gjitha. E kuptoj. A nuk është bërë në asnjëherë. I erdhi natë se motra ime është doktoresh në Gjermani. Po. Ka qenë dimës mjekë këtu ke efektivi. Po. Edhe llafe punë kështu, kupton? E tha do ta bëjmë me kartor terta që të bësh fëmijë, tha. E qartë, e kuptoj. Më tha, mo ik bë analizën. Për ta aplikuar metodat e fundit, e qartë. E humbën analizën time, ai shitën se di, edhe ajo ka probleme për shëndetin. E kuptoj. Por, pra, ju nisët jetën dhe doni të bënit një fëmijë së bashku. E vërtet. Që edhe ajo të bëhesh nën, se nuk ishte bërë asnjëherë nën në jetën e saj. Ndërkohë, mars 2017 i shkon në shtëpinë e saj, tradita si çdo shqiptar, i kërkon dorën. Një natë edhe morëm gjysmë valizë plaçka, erdhi në shtëpi. Erdhi në shtëpi tuaj. Po, dhe nisët të jetonit me qira. Po? Ajo punonte pastruese me një hotel. Gjithashtu dhe unë me punë krau, ku të dilte. Se unë kam mësuar profesionin të xhamave në Francë. E kuptoj. Dhe u shtron këtë profesion në Shqipëri. Shtron jetën, tamam. Mas 3 muajve pastaj fillon çik debatet se 1-2 shkonte në Babru, 1-2 shkonte në Babru. Si mund të ikësh një femër pa lejen e burrit, një fest, një diçka, mbledhte mos i pilaf me kozë aty. Nuk ishte e ishme. Me këtë linte? Më linte vetëm. Vetëm. Jo, gjova sikur thej me gocën. Jo, më linte vetëm në shtëpi dhe shkonte në Babru për të takuar motrën e vogël. Çdo gjë mendimja, çdo gjë mendimja, çdo gjë mendimja. Prit më tash. Familje kur ta hapësh, do t'i përshtatesh. Mirë, ajo duhet të njoftonte, padyshim se të kishte bashkëshorë. Se nuk ikte në institut ke motra tjetër, pe ikte në Babru. E ne u mërshim e thashe theme me intriga. Ty dyshoni se vajtja në Babru shpeshir të ke motra? Unë e kam besu, dhe shkoj ke nona. Shkon të 3 herë, 4 herë një javë. Tani unë e besoj. Kështu kanë ardhur gjithë të problemet si në kombinat 99-ën. Vllai shoku tim e masakroi kunatën, gruan. Po mirë, mos të kalojmë në këto ekstreme, se fundja dëgjoj. Do shkoj ke motra, do shkoj ke motra. Nuk ka ndonjë gjë të keqe të shkosh të vizitosh familjarët? Po jo, ditë për ditë. Jo, ditë për ditë, zonjë. Se dhe ti besoj e familjare. Po patjetër, patjetër.
Ndërkohë nisën pas 3 muajve konfliktet e para mes teje dhe partneres tënde. Ju ndërkohë bashkëtonit apo bët Bashkëtes. bashkëtes? Po. Unë e kam të bllokuar Nuk u martua zyrtarisht asnjëherë. Unë e martu me një avokate belge, i kam dhënë 40.000 euro, edhe nuk më pranoi prokurori i qytetit. Aktualisht figuron i martuar me një avokate në Belgjik? Po, Agnes Filomen Brems. Po pse nuk ka ndodhur divorci? Nuk ka ndodhur divorci sepse e kam lënë vetë kështu masdore. Ishte një martesë e rregullt apo për shkak të letrave? Për letrat. E keni bërë një martesë për shkak të letrave që Po, i dhash 40.000 euro, i bëna shpenzimet, bëm martesën këtu. Për të fituar ju letrat në Belgjik? Po. Dhe nuk e bët atë divorc? Nuk e kam bërë divorc. E qartë. Ndahem automatikisht se nuk bashkëtojmë atë. E qartë, por ndalemi tek historia jote reale, tek marrëdhënia jote që ti pate me partnerin e fundit. 3 muajt e parë ishin shumë të mira, korekte, pas 3 muajve nisën konfliktet e para. Nisën për shkak se ajo largosh nga shtëpia dhe nuk të njoftonte. Ikte me kokën e vet. Ku du me ditë unë tha, unë s'kam pyeta për njerëz të mjeta do pyes për ty. Arrogante. Më kupton, pa shkollë. Pa estetik femne, më kupton e. Unë bëj ligjin, unë jam kështu, s'du me ditë, unë vras, unë pres, unë bëj gjuna, thash. Është një fshatare, thash, edhe unë kam motra vet, thash. Do t'ja shtroj jetën avash avash. Po unë e kam ndaluar me 10 vjet Europën. E kam provu 2 herë me atë, 2 herë jam kthyr mbrapa. E qartë, po. Se njeriu mundohet, më kanë edhe ca lek borxh në Belgjik, edhe thash do i marrim, edhe të bëj shtëpi. Unë arrita reklamova veshkën, ama një mashkull që të do kaq shumë, të shesi veshkën. Po. Çfarë bë kjo? Elisabeta. Pra ju e keni dashur me pak fjalë. Me gjithë bardhë bë kjo. Avash pa i qik. Ju e keni dashur zonjën. E kam dash, jashtë mase. E ke dashur, dhe pse ke jetuar shumë pak. Edhe se kam prish, nuk e kam prish para asgjë. Me atë fugrallikun tanë. Me pastërti, zemrën e kam lënë tavolinë, bam. Dukte, urdo. Urdo, lekët a e mante. Jo si ma një. Ka qef, që të lekisit, duket, bëhet. Nese, kura korona, i vdiqen se javat se madhë, i vdiqen tjenë me jetë ato që kam dhe, kam respekt. Po. 50, 20, vetëm morë, 9 muaj e lash pa punë, se jam smur, kam shkun ka punu, mësil të familja. Për familja asaj, ndoshta motra vetë, i jep të lekës, kuj qonë të lekët kjo? Kur vjen 2 herë në vit, aja motra e Italisë e shiti këtë. Po çfarë dyshoni ju? Pse unë dyshoj, pas 3 muajve filloi të ndryshojë? Hape telefonin, Arben Koçi e ka frente. Arben Koçi? Po, shikoj aty. Po? Edhe unë merte gjithë. Mendoni se ajo kishte. I thash unë si mund të flasësh ti me Baxhanakun, me kunatin e motrës, i thash. Ai nuk po të jetë burr. T'ja le grus telefonin. Ju dyshoni se me kunatin e motrës ai e ka shit. Si e ka shit? E ka shit, ka marrë 10.000, 20 milion. E ka shok, nuk e di. E ka shit ku? Ktu pra në Fark. Se si ti unë ku jeton ky? Jo, si e ka shitur, a është 51 vjeç, për çfarë do ta shiste? Në ç'kuptim, çfarë? Jo, më tash është 53, është futur për 54. Po, për 54 vjeç. Për çfarë duhet ta shiste një 54 vjeçare? Se u ankon te kjo. Mdhem trupi, mdhem kocka, mdhem koka, prit me ti. Nona tona kanë punuar ka 47 vjet kombinat tekstil. E plus nëna me shumë fëmijë. Po. Edhe kanë arrit që jemi ne sot këtë ditë, secili do nën shqiptare. E kuptoj, por kjo deshte mbretresh. Shkojsh unë të vritësha, t'jepsha lek saj. Është lekiste materialiste. Ju mendoni se ajo u lidh me ju nisi një bashkëtesë vetëm për të shfrytzuar? Bravos, e vërtet është. Për të shfrytzuar përparatë që ju nxirrit nga puna. Po, do shtëpi. Shtëpia nuk është mbyll boton, hap boton. Kur të bjeri plani, thash unë, kam letrat e gjyqes time, të babait tim, ke shkolla Çajupi. Po. Kam 127 metra, po kom shit. Nuk më në ujdi se kanë 5 kalamaj, du në 5 syri. I qartë, ç'është probleme me pronat. Ta shish kur të bëhet gropa, shqyqyr që edhe kur hiku, më tha, kur të marrë shpitha një yri do ma ja për shmu, imagjino. Po çfarë ndodhi në 8 dhjetor? 8 dhjetor, kjo erdhi me fugon bashkia zonjë. Po pse shkoi në bashki? Çfarë kishte kërkuar në bashki? Jo, ja ka bërë ky burri vet. Si burri vet? Ky që mori tani, po, kanë simulu që të bësh impresione se mos bësh anë i vrasje, unë nuk bëj vrasje. Po që ta bëj vrasje? Unë gru nuk e maj do të me zërë. Se cili do. Ashtu është. Nëse ajo nuk do të jetojë më me ty, mund të largohet. Unë e nëzora këtu që ta shovi. Shive dhe me varsën time ka dalë ati. Kjo është zonja në fjalë. Kjo është. Ndërkohë që ai tjetri është partneri aktual. Tani që e ka marrë, me 8 dhjetor. Në 8 dhjetor. Dhe ky person kush është?
Ky është Ismail Asmuqa. Me këtë bashkëton në këtë momente, nuk e di, partnerja juaj? Ka shtëpi, ka dyqane, m'intereson. Jeton këtu në Tiranë, është në Shqipëri? Në Fark. Në Fark. Po Arben Koçe ka shok në Itali. A ju mendoni se Kunati motrës ja ka bërë këtë gjë? 100%. I ka gjetur një tjetër partner të ri. 100%. Po mirë, pse ajo shkoi në bashki dhe kërkoi ndihmë? Jo, bashkinë e ka sjell ky Fugonin. Pse? Për presion që mos e vrit shumë. A ka pasur ndonjë konflikt mes teje dhe asaj? Ka ardhur një femër, një pjonte. Nga shërbimi social, besoj? Jo, nuk është shërbim social. I ka bërë ky gjithë, i ka ndërtu planin. Po? Ky e ka bërë. Ajo erdhi në shtëpi në datën 8 dhjetor me një furgon nga të bardhë, bashkia. Volkswagen vjetër. Po pak rëndësi ka. A erdhën punojësit e bashkisë së shpirtuar? Asnjë. Sepse ç'lidhje kanë punojësit e bashkisë në momentin që ka modifikuar ky këtë. Mund të vinte policia nëse ai pretendonte se ishte ushtruar dhunë ndaj saj. Ti thash saj. taksixiut urdhë 3000 lekë, gjymo Fugonin, vetëm du t'i di shtëpinë. Po më japi lekët. Po jo, si ndodhi vjedhja? Më trego si ndodhi. Nuk kam qenë kamikun, se nuk. Ti nuk e qenë në shtëpi. Kisha zemër. Nuk kisha zemër. Si nuk kisha zemër? Mas herë që ta kuptojmë situatën. Ika në mëngjes. Ju ikët në mëngjes. Zhduku tha nga shtëpia. Të përzuri nga shtëpia. Boni presioni se presioni ka shumë të fortë atje. Ai ju ka bërë presion. Largohu nga shtëpia se do njoftoi policinë. Po. Ti u largove nga shtëpia. Normale. Po, dhe çfarë ndodhi më pas? Çfarë ndodhi më pas? Kur shkojmë darkë atë që shtëpinë bosh. Pa frigorifer, pa televizor. Mbla 1 kile patate, 1 kile qep, 1 kile domate. Mbla dhe 3 bukë. A thu se ishe i Burgosën. Dhe mori gjithë plaçkat e shtëpisë? Gjithë më. 40 valizhe kam marrë, kam filmuar, kam aty. Erdhi me 40 valizhe, rroba që ka pas ajo, s'ka për t'i pas në ëndër. Ato që blinte çdo javë. Allah. Po parat, sa para ju ka marrë? Para nuk tregonte ke leku. Ti nuk e dije se sa lekë ishit minjan? Nuk e dija, nuk tregonte. Ai i ka marrë të gjitha dhe është larguar. Gjitha lekët i ka marrë. Ndërkohë që këto plaçkat ju i kishit bler bashk momentin që nisët bashkëtesa. Normale, unë nuk kam bler një kanatere me atë 5 vjet. Gati. Një kanatere s'kam bler. Me rrobat e Belgjikës po rri. E çam sjell motra. Në momentin që u ktheve në darkë në shtëpi e gjete të boshatisur. Po. Të më paguaj televizorin, të më paguaj dhe frigoriferin, të më paguaj dhe lekët që ka marrë. 3 milion lekë. Edhe 3 milion lekë pak a shumë. Po, e di unë se s'jam budalla. Jo, ju pyeta pak më parë dhe nuk jam i sigurt. Kam vesë të njoni, shikojni, hapini se sa lekë më kanë ardhur e sa lekë ka marrë për me. Ndërkohë momenti që mbrite në shtëpi dhe e gjete të boshatisur shtëpinë, besoj u shokove. Nuk e mendove që do ta bënte këtë gjë. Mra qelli, qa? E telefonove? E ke mbylli telefonin. E petha kush jam unë, tha? E petha kush jam unë, tha? Trimja. Ja kështu vinë asmërijet, sepse gjithmonë femra në këtë kohë nuk ma priste mene ta bëtë kjo. Në momentin që ti shkove... Se ti ishe 20 vjeçare, kishte të drejtë. Po një e mëshuar, një e vujtur, gjithë jetës, më ka qarë, që gjitha librin e shtëpisë ma ka lexu. Edhe nuk du që t'ja them. A e prapë le të vazhdoj jetën. Nuk du që ta prish me vëllezrit. Ashtu njeriu jam. Mund të meqesh kokën, edhe nuk pranoj çka ka thonë ajo. I natë nuk e kam, ta vazhdoj jetën. Të lumtur. E ta gëzoj. Inshallah mbretëresh u bot. Po, kjo e ha burrat. I ha burrat, i ha avash. Unë shqyqy që u shlirova, se kam qenë shumë i shtungu me këtë. Kam bërë një gabim që nuk më falet. Që nisi një bashkëtesë të re, e qua një gabim. E quj, nuk di që atë them, ballkoj veten. Sepse është shumë acaruse. Sepse ju në fundit u dashuruat me atë zonë. Kjo s'ka lënë, po, keni respektuar. E kam respektu. Kjo ka qenë deri ke ylli merja, që s'ka marrë çdo lloj ilaçi bio atje, këto lekët, 200, 300, 400, 500. Je kujdesur për shëndetin e saj, je kujdesur. Edhe po të me edhi poshtë, let me edhi. Unë se edhë poshtë, për respektin. Prap, gjunaf, do kthehet. Është shumë e egër, si femër. Ju mendoni se mund të kthehet sërish tek ju? Jo, në asnjë mënyrë. Nuk e pranoni ju? No, me këtë që ka bërë? Po thuj buka, s'ka, ja boni vetës, boni mua asgjë. Unë e bëj këtë që ta shikoj edhe fshati, e gjithë Shqipëria, nuk pa them për botën. Jo, ndoshta ju e bëni të kërkoni të drejtën tuaj. Duhet drejtën time të japi lekët, më kthej televizorin, më kthej frigoriferin. Në momentin që e gjetë shtëpinë e boshatit. Nëse nuk i kthen, atëherë do ketë probleme shumë të mëdha më. Po jo, të lutem, mos të bëjmë kërcënime në emision. Kurse djali i këtij nuk ka punë me mua, më marri mua telefon. Djali kujt? Djali i këtij Ismail Asmuçës. Personi që unë me presione, ku si ka marrë kohën e Enver Hoxhës, e kohën e Stalinit, po diskutojmë, jam 24 vjeç, ta jam në Angli. Kush je ti më i thash? Kush je ti më ti thash? Kush je ti më? Djali i partnerit të ish partnerit tuaj ju kërcënon në këto momente. Po, i ke dhe mesazhet aty.
Ndërkohë që ju më thatë që Do jetë shumë punën Lucia ndërlikume. jeton, jo, po të lutem, sepse desha të bëja Nuk një kam pyetje, frikë, po më ndërpreve vetëm disa Zotin herë. kam frikë. Në momentin që të shpinë e gjetet të boshatisur, ai njoftove policinë, a bëri një denuncim në fare. polici, po pse nuk e bëre? Thash do kthej, se më tha kështu do iki, tha ke nusja dajas, ke pazajri. Po? Pyeteni Lucien, rrej unë apo rrej Lucia? Dhe ju mësuat më pas që E ajo besova, thash letret qetësohet 1 muaj, 2 muaj. Kjo ka pas Chelsea e tret. Tham, ku e ke Chelsea? E ka mund plera. Si u e ka Chelsea shtëpisë? Vjen mune se pas nesër tjetë më vret në gjumë. Por kur erdhi furgoni, që ushit kur ishte furgoni i bashkisë, dhe me atë furgoni mori gjithë plaçkat, Gjithë plaçkat. ju më treguat se paguat një taksi, që kjo taksi të zbulonte vendi se ku do shkonte. Pa. E zbuloi se ku Përse? shkoi? E zbuloj. Ku kishte shku? Ku shkoi? Kjo zonja shkojnë, me... doli nga ke ka gjert, kur ikën për Linz në Prisk. Doli për në sanatariumin e vjetër. Po, dhe aty ku? Aty ndaloj, simuloj ajo një femër, një bjonde. E Pra ndaloj gjithë shoferi se... plaçkat i lanë në një vend Po, taksi u friksu pastaj. dhe u largua. U largua taksi sa është gjynaf, ta marrësh në qafë. Jo, ju duhet bënit, gjëne e parë që duhet kishit bërë Arben ishte të njoftonit policinë. Në momentin që ajo shkoi dhe mori të gjitha plaçkat e shtëpisë parat, Unë që nuk e ju i bona. kishit ndërtuar bashkë të gjitha ato, Pa. do ndaheshin për gjysmë normalisht, gjysma ishte juaja, gjysma e asaj, se dhe ajo ka në kontributin e saj, marrë sa ka mundur dhe ka punuar, por ti duhet të njoftoje policive, ke bërë gabim. S'kalon hen kuzhinë pa marrë, e gota. I ka marrë të gjitha. Po çam kalon më një palpjata dhe keq për i qesme. Amon t'ja ja po dha topo deshe le ti marri. Me divane, me dollape, me dhom gjumë le ti marri. Nga Nuk 8 më dhjetori dhe deri më sot jetoni vetëm tashmë. Pa, vetëm. Në farë mënyra të braktisi, u largua. Por ajo ju ka denoncuar në polici? Ja. Jo. Asun se kam denoncu, e besova se tha do iki ke nuse dajes. Do punoj në call center, edhe ndoshta pim një kafe. Ndoshta me datë 31 tha bëjmë bitë në ri, tha ke motra ime. Në babru, jo i thashë falenderit. Por ju e besua se edhe mund të kthehej. E besova. Por ajo shkoi me një tjetër person, me një tjetër... A kjo e kishte bërë planet. Se si i ka bërë planet, se fliste 3 orë, 4 orë në Facebook. Me motrën e vetë, me burbuqe radëm, i themu. Ndërkohë me personin në fjalë, ke komunikuar ndonjëherë, sepse më te djali i tij më ka shqetësuar. Në asnjë mënyrë. Nuk e kontaktuar. Po djali i tij pse ju shqetëson? Gjoja mos e gjej gjo babën. Po baba e mendoj kur e mori për gru? Baba, me 4 kalema e. A e mori me 4 fëmijë. Të mendohet, se kështu vinë gjithë problemet. Por gjithsesi unë besoj që në gjithë situata ai ndoshta është i pafajshëm. Mos më intereson ai ta gëzoj, por mu inshallah mbretërisht, akoma si ka vonë kurorën e Elisabetes. S'më intereson mu. Iku, po nuk e prisja këtë gjë. Nuk e prisje këtë lloj gjëre. Që atë largohesh të braktiste në këtë lloj forme. Se mu ishte shumë e ndershme. Të merrte gjithë paratë, të gjithë gjërat në shtëpi dhe të largohesh një tjetër partner. Po kush është ai burr çesi veshkën, mos më lën motrat. Nëse ti tha motra. Po çfarë do të shisje këtë organ? Që të bën të shpik kjo zonja. Edhe e kanë bërë ofertën. Ke amerikane, ke këto, prit sot, prit mot. Po, se kjo është një çmenduri. Ja. Tashi, kam të drejtë unë? Jo, kam të drejtë. Faktë, Mos më kanë 2 motrat, një Greqi dhe një e bon ti tha, ne do të presim se me bristuri se motrën e kam doktoresh kirurgje. Dhe nuk e pse e bën. Ta do vjet në gjumë sa kam të për të blerë një shtëpi. Për këtë zonjë këtu. Ndërkohë, Arben, që ti jemi transparent, Arben, ti na ke dhënë dhe një numër të zonjës në fjalë. Po, ta dash numër. Mund ta kontaktojmë? Kontaktoj, po unë nuk besoj një grëm këja. Sepse ajo po t'ishte gruaj ndershme kishte marrë të dashurin e parë. Po vetëm vllai vetë që e ka pas frykën. Është shumë femër e rrezikshme, shumë intrigante, egojës. Se me kë vendos ajo të jetojë, vendos ajo. Me të dashurin e parë, të dytë apo të tretë, kjo pak rëndësi ka, për ishte vërtetës. Unë i vuna ka pak e mora. Por që të jemi transparent, më lejon që unë ta marr zonjën Luciana në telefon, të kemi dhe zërin e saj? Nuk du. Ndoshta ju nuk doni të komunikoni, më lejoni të komunikoj unë. Se unë jam e sigurt që pasi ky emision, jo, ju do qëndroni aty, nuk do flisni. Se unë jam e sigurt që pas emisionit ajo do na kontaktoj dhe të jemi transparent, sepse ajo do ta shikojë emisionin. Nëse nuk e shikon, do njoftohet nga të tjerët që është zhvilluar një emision në Report TV. Unë do ta marr në telefon, do t'i bëj disa pyetje. Normalisht ju kërkoni që ajo të kthej shumën e parave dhe pjesën e atyre orientive, plaçkave që nuk ka marrë. Ku është televizori, ku është frigoriferi? Të bëjt gati në këtë momente, Gjilda, të lutem,
Zile, ma fut në transmetim të zonjës Lucia Stafa, të kemi një lidhje telefonike me këtë 52 vjeçare nga Tirana, e cila akuzohet në studion e emisionit Pa Gjurmë nga ish partneri i saj Arbeni se e ka braktisur në datën 8 dhjetor të vitit kaluar, duke i marrë parat, gjithë plaçkat, gjërat me vlerë që ata kishin në shtëpi dhe i kishin ndërtuar së bashku gjatë bashkëtesës që bënin në Tiranë. Unë do ta kem zonjën Lucie, zërin e saj për t'i bërë disa pyetje dhe për të qenë transparent. Ta provoj më vonë, së është i fikur numri, e pas ka të fikur numrin. Qa të them? Nuk ka hap. Nuk ka hap, sepse... Ti ku ke folur vetë për herë të fundit? Kam folë në 2-3, me datë 8 dhjetor. 8 dhjetor, dhe që iku? Në basi e gjëmëj taksi gjiu, më morin telefon. Po? Më tha, mu tha, ka tha, mu ke nuse dajes. Pa mi, thash, kalosh mirë, zoti shnetë, zoti, thash, qatë të urosha mund. Po, nuk e pyete pse i kishte marrë gjitha plaçka dhe parat? S'kishte policita në lotë atë. Më kalon 120.000 lek. 20.000 lek jam mora me datë 7, 100.000 lek kanë qenë tavolinë 250 që. Nuk i gjeta. Ke mbulesë të tavolinës. Dhe pagoja shpinë. Drita, ujë, gjitha mi kalon në kuris. Rime qera, 130.000 lek. Puna s'ka fillu akoma. Ju këshu ndatë rrugët tuaja dhe ju... Më ka sjell vllai nga Belgjika lek, motra që pagova shpinë. Ndërkohë nuk e folur më në telefon? Jo. Finito. Nuk... Finito. Ndërkohë që ke vendosur mos shkosh në polici dhe të bësh denoncim? Ja. Nuk kam se t'i bëj denoncim. Por si mendon? Mendon Arben që ndoshta me një denoncim që bën në një studio televizive, ajo mund të reagoj dhe të ndërgjegjësohet për të kthyer parat? Si e mendon ti? Unë e kam mendu që është materialiste shumë e fortë. Se po flasim edhe si motër e vlla, edhe si shok, po të qaj hall. Çdo njeri ka pas karrierën e vet, sepse mashkulli është edhe si falë si puna qenë. Po, femër si kjo, mos ta kesh në shtet. E flas me gjithë shpirt. Kam pas shumë besim. Shumë. Imagjino më veshkën. Nuk e shita për nënën e Kalemaj vetë, ose për fëmijët e mi, ose për babajnë tim që kam vdekur bë për Ahmet, gjithashtu dhe për nënën që kam paralizuar me Belgjik. Amo për këtë, edhe kokën ma hiqni, e dua. Po, nuk themo e dua. E ke dashur, nuk vazhdon më të dashurosh për atë që ju bëri. Ha. Ndërkohë, ne do të tentojmë edhe në pjesën e dytë i bjem një herë telefonit. Gratë shqiptare, do më falin që të gjithë, si popull, si shtetë. Ju po ngrini shumë akuza ndaj kësaj zonje dhe unë do doja ta kisha zërin e saj, për të qenë gjithë një transparente, sepse është e rëndë, ju pa akuzoni se ju ka vjedhur, ju ka shfrytëzuar. Ka mbajtë si sklav. Dhe vjetë më ka gënyu. I thashën, ku je? Unë po visha nga Fafa, se punoj me gipse, me kështu. Po? Ta jam shpi, thë. E di mirë, i thash. Po ti thanë, ku je? Në shpi jam, i thash. Po s'po të shofi, thash. Aty fillun pasaj që përkimet. Se femna po gënjeti, një herë dije se... Ju mendoni se ajo ju ka trathuar edhe gjatë kohës që keni qenë në bashkëtes? Masë logjike. Një dym babru. Bon të qmos. Në momentin që u largua, a patët ju kontakt me familjarët e saj? Jo, nuk kam punë me ato se ato e në racista vlezit e vetë. Dyshojnë se jam unë mjevk. Në kuptonë punë racizmi. Që i komunitetit egyptian? Egyptian. Unë nënën e kam përmetare, babajnë e kam grek. Po pak rëndësi ka. Se jam i zim ftyrë. Po më falë se brenda jam qumësht. Tashi, unë i thash të marrë trullin, ja të rëgova. Urdo. Unë e kam bjemri Papadokollës, si thash. Edhe gjyshi im, Karlo. Edhe gjyshja ime ka qenë Maqedonë se Qobane, që e njeh gjithë Shqipëria. E kuptoj. Ju nuk i përkisit të komuniteti, por dhe nëse do të ishë pjesa të komunitetit, jemi njerës në fundit, ç'lidhje ka kjo gjë? Edhe Rom, e pranojë, se jam rrit njerës janë edhe ata. Po patjetër, jemi njerës të gjithë dhe nuk duhet të... Kjo justifikonte. Si mu të rishti, tha ku unë të shaj, jevg. Po ti, thashëm, apo fleme jevgun? Mu s'po të kuptoj, të thash. Shaj jete, o ke depresiv, o lun rolin, ty nuk jasë në Hollywood. Që është një e bukur, një... S'kalon Vakëfe, po s'kalon Moskaraliqe dhe në Kukës ka qenë
kufi me prizenin për me pa fatin e vetë. Imagjino qa feme. Këta janë si puna shtëpisë fëmis fshatarët. Një të blej palkvuc, në të blej qëtë gjithë. Ishte shumë inatësie. Intrigante, numër 1. Lisi, rrugët tuaja janë ndarë tashmë, ti nuk ke asnjë lloj kontakti me të. Mos. Unë do tentoj edhe në pjesën e dytë të programit t'i bie edhe një herë telefonit me shpresën që ajo mund na përgjigjet, ndoshta nuk telefoni mund të jetë prapë i fikur, por nëse ajo na ndjek, çfarë do i thuash nga kjo studio? Sepse ke ardhur në këtë studio ta denoncosh. Unë erdha këtu se kam shumë besim, se më ka sjell një miku im këtu këty dhe tha vetëm ajo të zgjidh problemet. Kam qenë i thash edhe me zemër të hapur, i thash nuk më doli e drejta, i thash. Po ai më shtypi, shko atje tha se Por Gjesi, çfarë do i thoshe? Çfarë do i thoshe nga kjo studio? për mua ta gëzoj jetën, Zoti i dhon shnet, të kaloj mirë. Inshallah Zoti e bëf më drejt, më kthej paratë e mia dhe kur ka hik ka marrë një fugon me rroba. Edhe rroba me lek. Biles kalon ja. Mirë, ato janë rrobat e saj, Do ndoshta t'i marrim, po lekun edhe frigoriferin e televizorin. Çdo ku ti çfarë plani ka bë kjo? Ma të Chelsea-n e tretë që mori kjo. Ka që shtëpia ka pas 3 Chelsea. Po mirë, mund të ndrosh dhe bravën. E ndrojën bravo. Unë s'kam frikë. Prandaj po të them, është e rëndësishme që ti të bësh një denoncim në polici. Po nuk ja dal dot me policinë. Unë kam alergji policinë. Jo, ndoshta për shkak të jetës që ke bërë në Belgjik. Me shtetin nuk mundem këtu në Shqipëri. Tjetë për në Europë, ande më tanë është ndryshim, po këtu nuk zgjidh asgjë. Do të këshilloj ta bësh një denoncim në polici për ngjarjen që të ka ndodhur. Nuk kam. Por Arben, e marrim të nëse ai nuk do të reagoj, nuk do të marrim në telefon, s'do t'i japi asnjë lloj përgjigje, ato para që ti pretendon që ti ka marrë edhe plaçkat nuk t'i kthen, çfarë mendon ti? Unë Në tilla situata. Unë mendoj në radhë parë karakterin, Sedrën, sa kam bërë unë për atë femër. Dhe çuni i burrit kësaj, do të ketë çik kujdes. Nuk ka punë me mua. Ti më dërgove disa mesazhe, madje celularin tënd ma ke lënë këtu. Ma merr që ka të zotnin edhe thuj janë filani. Në tavolinë ku unë i lexova të gjitha Ai më mesazhet. tha mu do të jam gat treta, do të jap 5 milion lekë, tha, me fakte. Urdhë faturën ku e ke? Ku shkoi e televizor 900.000 lekë. Aristoni, Kolon, frigoriferi, ku shkoi? Mirë, e kuptoj. Ku të di unë çfarë plani ka bërë kjo? Ma Chelsea-n e tretë. Jo se kam frikë, jo. Nuk tremem. Por ai Chelsea i tretë ka një zgjidhje fare të thjeshtë, mund të ndryshosh bravën e banesës ku jeton. Ka një shpjegim ai Chelsea mori kjo. Por ajo që unë të këshilloj dhe deri në fund të programit Nuk e lete dot ke lokali ke komshiu? Është që ti drejtohesh policisë dhe të bësh një denoncim për ngjarjen që të ka ndodhur. Nëse ti vërtet ke dyshime dhe mendon që ajo ka marrë dhe Chelsea me vete dhe ndoshta diçka mund të ndodhi, ato që dyshon ti. Jo, unë ashtu do ta lej, ma të brap do ta lej. Që ta denoncosh në polici. Ma të brap do ta lej. Ma të brap do ta lej. Unë jam kovder. Por është momenti që ndoshta edhe duhet të uleni pak, Arben. Nuk Gjërat ulem. të shikoni më Nuk ulem ndryshe sepse për të gjetur një zgjidhje. Sepse nuk e bori familjare. Po hiku si ato kafshat. Por kjo gjë ka ndodhur tashmë. Po mi më ndodhi. Ka ndodhur dhe është bërë. Ajo e ka bërë këtë gjë. Prandaj desha dhe zërin e zonjës në telefon për ta dëgjuar edhe versionin e saj. Sepse e di veten se kush është. Po t'ishte gruaja e mirë, ajo nuk i bonte kështu. Ti bonte të merrte vllajin, të merrte vllajin tjetër, të merrte vllajin tjetër, të merrte të motrat. Ty të intereson të kthej gjysmat e shumave të Si që parave. unë se gjetën ka sënë pleve, gjetën në shtëpi. E ka rritu familje vetë, edhe kratë e veta. Po jo në këtë lloj mënyre, ashtu si e boni ajo. Ke dy fjalë për të? Se jam e sigurt që do ta dëgjoj këtë emision. Dhe në qoftë se nuk do na ndjeki live, do njoftohet, do hyn në kanalin tonë në YouTube atë do dëgjoj. Ke dy fjalë për t'i thënë zonjës Lucie? Por mu Zoti e mbreftohet. Mirë, e kuptoj që i uron më të mirën dhe nuk i do të keqen. Por çfarë i kërkon se ka ardhur në këtë studio për t'i kërkuar diçka? I kërkoj të më diçka? japi lekët, më japi domi që më ka bë, që më ka marrë që të gjitha. Deri nuk e di. Ajo e di sepse gjithmonë gruaja në shtëpi di bilancën e kuzhinës e të gjitha. Më kalon me 1 kg patate, me 1 kg domate. Më ka bledhë 3 bukë. Kalon 0, 2 kg makarona. Makarona kena hëngur se e në ngopur. Kuptoj, e qartë. Është tregu kriminele, pa zemër. Shumë. Është pak e habitshme që keni jetuar mirë, fillimisht për shkak të një maj gjilponi se mungote, dukte, urdhë, me fkarlikun, me ekonomikun, që punoja unë edhe. Por ajo me çfarë pretendimi u largua nga shtëpia jote, që ju gjasme i përkisnit komunitetit të Rom dhe kjo është arsyeja, se pas 3 viteve u kujtua ajo të zbulonte këtë gjë, se nuk ka logjik.
Nëse është larguar për këtë gjë. Pa. Jo se ju keni patur konflikte apo u shtruar dhunë, qoftë fizike dhe psikologjike në familjen tuaj. Ose lesha me ranë tokë, dhe më syni, urdo lekët, vizitët, i ka bërë 70-100.000 lekë, urdo. Kjo e madhe lekët, kjo unë pine me duan me të drellur. Imagjino se si sa isha për ullur, ka shikë kësaj. Arben, do vazhdo që qëndrosh me mua edhe në pjesën e dytë, për ka ardhur momenti të ndjekim reklamat dhe do rikthehemi pasi do të flasim dhe për një pjesë tjetër të jetës tuaj, ju një babaj i sa fëmijëve? 2 kam Nga martesa e parë. e para, tjetrën e kam me një shoqe nga Kavaja, kur kam pas lokalin në kombinat Tallava. Unë sinqerisht jam prekur kur e lexova të pjesë historie nga jeta juaj, se si një nën. Ka sa mblerëve. Por do ma tregosh të histori dhe ka ardhur momenti ndjekim reklama, rikthehemi vetëm për pak minuta sërish në studio. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Dashumiq, vazhdoj të kem në studio 61 vjeçarin nga Tirana, Arben Barmashi. Arben, do të flasim, e kuptoj që je shumë i shqetësuar, i mërzitur gjatë kohës së reklamave, po më tregoje që ti kërcënohesh vazhdimisht nga djali i zotrisë që e kemi aty në foto të mbuluar, që është partneri i Lucianës aktuale, ai të kërcënon. Të kërcënon, ndërkohë që ju i keni shkruar i pari, apo ai të ka shkruar? Unë i kam shkruajt babës vetë, i kam thonë që këtu ti ta gëzosh, të rashgosh, por dua lekët e mia, mos më intereson më. Ishte kur ishte ime, tani është e jote, e thash. Unë besoj që gjithë këtë konflikt ti e ke me zonjën dhe jo me zotrinë apo me djalin e zotrisë? Me djalin e zotrisë e kam për momentin tani. Se kam bo presione mu edhe me zëj. E di kush jam unë, tha? Jam 24 vjeç, jam në Angli. Po qofsh biri i Zotit, i thash. Je kam lindi herë do vdes, i thash. Po pse mund t'jetë futur në Tha le Luçin, tha rahat, tha, sepse tha nuk dishe me majtë, me bo, i ka shkruajt gjithë atje. Vazhdo jetën tënde, tha, se me mu, tha, të gjem belaja, tha. Ta shi, unë se kuptoj për çfarë arsye. Për çfarë arsye? Unë do t'i shkruaj ti zotrisë me shpresën që ai do më përgjigje. Ai më tha mu do t'jap unë nga 3 do t'jap 5 milion lekë. Unë karakteri nuk e shes. Të më japi lekët, më tha më sill ti mu, tha, fakte që atë ka marrë lekët. Thash ka marrë televizorin, ka marrë frigoriferin, edhe plus kesh. Ja çova tash thot mu, s'më intereson mu, thot. Kush ka faj në këtë mes? Po sigurisht ishte në vendin tim. E qartë, Arben, do pres një përgjigje nga djali në fjalë dhe patjetër që do... Këto zëjsh të ri, sot i kanë dalë fletët. Po kur të thush që do të vrasë, do të presë, do të bëj, si puna ti qenit në falë se edhe ato janë kafsh, le vjetë natën e ditën e flegjumë. Arben, më thatë në fund të pjesë së parë që jeni babaj i 3 fëmijëve. Ju keni qenë martuar dhe keni sjellë një jetë nga martesa e parë, 2 djem. 2 djem. Sot janë të rritur, besoj. Janë në Francë. Janë të 2 në Francë. Çfarë moshe kanë fëmijët? Njëri 35, tjetri 37. Një martesë e cila përfundoi pas sa vitesh? Ndava unë se i kam ambasadat. Mora shoqen time me vetë. Në vitet 90. Kam thy murin unë, me Ylli Badinakun, me Ifën. Ju jeni nga të parë shqiptarë kur u hap Eksodi, në vitet 90. 3 korikë. Në një mënyrë e ndat ju nënën e 2 fëmijëve. U larguat? Jo, mua shumë erdi disfata në Gjermani, nuk kanë si që të zjasim shumë temën, për maja. Ma arrestun problemet e mija. Dhe e martoj goca e vlajt vetë, me një shokun e burrit. Ajo vazhdoj jetën e saj, Vazhdoj jetën e vetë, dhe ju vazhduat jetën tuaj, normalisht. Ndërkohë që kontaktet me fëmijët i ke patur ndër vite? Me të voglin, jo mirë, sepse ka bërë dhe i shumë skaralliqe karshimeja. Nuk ke kontakte me djalin e vogël? Ja. Me të madhin? Me të madhin flas, po ka incident, se duke mbledh veglat në autostrat, për plaset kamioni dhe i bjen pema në gjoks. Është me të metat mendora, me invalid. Më vin ka keq. Dhe jeton në Francë? Në Francë, bën gjilë për një javë, i shkon në infirmierë mëngjes për mëngjes, i jep ilaçin e fortë se është agresiv. Ndërkohë je takuar, ke udhëtuar, sepse ke udhëtuar në vendet ndryshme të botës. 5 vjet. 5 vite që nuk i ke takuar 2 fëmijët. Ja, këtë të voglin e kam pas këtu se habi biznes, më mashtroj me boni, më zhgënjebi, kjo man të shpres me të pronat e cunit tim. Kush ban të shpres? Partnerja e fundit? Po? Tha, do të rrugulloj, do të bëj. Nuk e di se si erdi dhe puna ti të voglit. Hyri dhe qik në rrugë të keqe këtu e me hapi një Juli Loto ke Komunë e Parisit, hapi dhe 2 Tallava, një ke Prokuroria, një ke rrugë të Finës, ra faid aty me njerëzit e nënës vetë, edhe u prishet marrëdhënien. E qartë, dhe nuk e kontakte?
s'kam kontakte. Me djalin e vogël, ndërsa i madhi, për shkak të një aksidenti... Ai madhi më merr, kujdesohet, nuk qahem nga ai. Ai më solli 80 euro për... Edhe pse është invalid, kujdeset për ju. Ka marrë malli për djalin e madh. Po si. Ai të ka bërë për herë të parë baba. Kam rritë vetë të madhe. Arben, më tregove që në vitet 90 u largove nga Shqipëria. Po. Mbrite në Gjermani, nise një jetë të re. Po. Nga Gjermania ke shkuar në Belgjik, sepse më the aty për shkak të letrave u martove me një shtetase belge për të fituar avokate, për të fituar dokumentat. I fitove ato dokumenta, besoj? Ja. Si fitove? Kundërshtoi prokurori i fshatit, i qytetit. Dhe nuk mundet dot që të merrje letrat. Sepse ma kanë parë statistikën që kam qenë problematik. Ke qenë problematik jashtë kufimeve të Shqipërisë? Shumë. Po çfarë ke bërë? Po, si gjithë njerëzit. E ke shkelu ligjin, i vedishëm. Ndoshta për të përfituar, për të bërë një jetë më të mirë, por që... Po. Kjo nuk të solli në rrugën e duhur. Ja, kjo më shkatroj më keq. Luçi e Stafa. Keni bërë dhe burg jashtë territorit të Shqipërisë? Po. Kam bërë. Jeni akuzuar për çfarë apo s'doni ta bëni publike? Po tash si gjithë shqiptarët. Me klandestine, kam pas një night club, e bleva biznesin 80.000 euro. Mi mori një shoqe ime një 200.000 euro, një 3 kg flori. Pashaporta kam pas që çojnë në Kanada, në Amerikë. Kam qenë i lidhë me DRL-n, me një shefin e avionit të Bruxellit. Kam pas komshi. Që bënit këto gjëra, të jashtëligjshme. Dhe përfundove në burg më pas. Pa. Për gjoni telefonin. Normal. Çdo një shkel ligjin, mund ta shkeli një ditë, 2, një muaj, 2 muaj, një vit, por në fund do e paguash. Do të paguash për atë. Se ne s'kena frena, kjo është edhe pak. Edhe pak për të bërë sa më shumë para, por ju humbet gjitha në fund. Gjitha e humba. Ju humbet gjitha. Që gjitha. Kur dole nga burgu, u riktheve në Shqipëri. Pa, apa jetën. Sa vjeç ishe kur erdhe në Shqipëri? 40 e sa i bie? Jo. Kam qenë 56 vjeç. 56 vjeç? Kur erdhe në Shqipëri? Nga Belgjika. Dhe vendose ta nisje jetën nga e para, sa po kështë dal nga burgu? Po. Fillova jetën tamam. U njohe me një... Hapa një dyqan që dhe bëj një bulmet e këshu. Po? Më ndihmoj djali, më solli një 3.000 euro. Ky dyti. Ashtu erdhën problemet me besat. O dajta ta bëjmë me roba, bëjnë i thash. Ndihmonin ato ku 10, ku 20, ku 30. Si mas shqitjes, si mas... E qartë. Fillove që të nisje jetën nga e para, hape një biznes, dhe u njohe me një vajzë nga Kavaja. Jo, aja Kavaja s'ka qenë për para se të më kërkon të Aeropoli. Për para? Për para se të ndodhë një këto gjëra dhe ti të bje në burg. Por ndalimi tek historia e zonjës nga Kavaja, sepse jeni bërë baba me atë histori. Si u njohe? Atëre ke qenë 20 vjeç, prandaj llogarinë e kisha të saktun. Kur je njohur me vajzën nga Kavaja, diku te 40 e pak vjeç ke qenë. Aty afër pa. Në stacion e autobusit. Dola, unë i ka ke motra, a thash pas breske banka. A thash po pini i kapë, ku shohim stacion e autobusit, po shok, thamë, jepi cigare. Urdoj, thash. Pra, një vajzë e re që të kërkoj një cigare në stacion e autobusit. Sa vjeç ishte në ato kohë Aisha? Aisha Kaja, mos gabojmë. Po? Ja 25, 26, 24, diçka e tillë. Keni patur goxha diferencë? Po. Ai të kërkoj një cigare te stacioni i autobusit. Po, edhe më pyeti. Sa kërkoj punë, tha tuk. Qofse të Libertis, hadi, thash, unë kam një lokali, thash, para dite, thash, mas dite bëhet Tallavaj, thash, ku në kombinat. Tha, qa veni, stacioni para fundit, thash, ku shkon të Keplerat, është një vil Dukace, thash, ka këtë reklam. Ishte biznes jot që ti e punoje në atë. Po, ma la një shok, se është në Francë, në ambasadë. I rujen dhe shpinë ambientin e. Fillova punova unë aty, hapa me muzikë. Po? Filloj dhe kjo punë aty, ku kamarjeri, ku pastruse. Më tha mu s'kam ku të flej. Thash, do shpi me qera, i mora shpi me qera, ja pagu një unë. Punon të një fjalë, si gjithë kamareret.
U mundova që t'ja shtroja motorin, po nuk ishte edhe e aftë. Ishte me të metat mendore, kishte kalu dhe ajo prej pecinet e vetën. A kishte në një familje? I kisha raroma me thika saj. Pse u banove ke burujmi, pse sa shtu. Pra ajo ishte larguar nga shtëpia. Kishte kontakte me Ka familjarët qenë e martu saj. me jo, iku burit. E qartë, Në gofë s'kavajës, diçka e tillë. Kjo është nga Synej. Nga Synej i Kavajës, Aisha. Mirë, ajo vërtet nisi punë kamariere në pronën tuaj, ku ju, biznesit tuaj ku ju punonit, por nuk ishte si gjithë kamarierët e tjera. Ja. Sepse ju e pat me një sy tjetër. E hoqja unë pasaj nga puna, sepse ngeli edhe shtatzane. Dhe, Si lindi ajo dashuria mes teje dhe saj? po, thash ta mbledh, kupton? Jo, po besoj që ti ndjeve diçka për të, nuk e bëre për... Unë e bona, thash ta mbledh, thash unë, me që jam, kjo është ere, thash unë, paktën të ketë edhe kjo një fëmijë, që si që të mblidhet. Se ishte shumë tipi lëvizshëm, rrente, ishte mashtruse. Po për jetën që pas ka bërë, normalisht Ka bërë kuptoj. jetë rrugë edhe me vite edhe keq, se nuk e kena shpirtin. Besoj që ta ka rëfyer atë që kishte Po, mi kaluar. tregoj gjitha, më ka plagos nëna, tha me thikë, tha. Jam e smur, tha. U mundoja i mere e ilaçe, u qetësonte. Rrite. Ishte smur se kishte probleme psikologjike. Po. Për jetën që kishte bërë, e kuptoj. Ka pas edhe psikologa, jo. Ndërkohë që ti fillove ta shikoje ndryshere në dashuri me këtë punonjësen, me Aishen, dhe e hoqe nga puna dhe e more në shtëpinë tënde. Po, Dhe nisi morëm një 2 dhoma e bashkëtesë. kuzhinë, po, ke kom e yja morëm në shtëpi. Po, Shkojmë, ajo rrinte në shtëpi, unë shkojmë në punë. Hapja normalisht. lokale. Po, Vinte lante kjo para se të vishin klientët, po, ikte në shtëpi, rrinte me djalin. e qartë. Po, Një natë e pastaj, unë erdha në orën 6 mjesit, shofëm djalin vetëm. sepse ajo mbeti në 7 zënë. Iku, zhdukte. Ju bot prindër. Prindër të një djali, që erdi në jetë çfarë viti? Në 2010-ën, Në 2010-ën. në tetor, një. Tetor 2010-ën. Po, Arriti që e la djalin vetëm. nuk kujdesej për djalin? Ja, nuk ishte nën, tamam. Unë e laja, unë e shlaja, unë e fusja në lyrek, unë ja bënja gjitha. Gjitha. Një fëmijë për mashallah. Kjo e mori, i thash mbaje, se do ikit marformizimin. Ke bini mesarës në ke spitali, kjo merë fëmijën e në kazam. Është e rëndë në fakt. Unë e thash dhe në fillim të programit, është një dramë që një nën të marri fëmijën e saj foshnjën dhe ta hedhi te kazani Është habit gjithë. veturinave. Thash mbaje, punë 2 orësh, 1 orë gjys. Kam qenë me Peugeot ati shokut, Malente 605, kur vi unë, blokova gjithë rrugën, me vrap, shkova e mora fëmijën. Sa ka qenë djalin atë kohë kur e ka bërë këtë veprim nëna? Sa ka qenë 2 muaj. 2 muajsh. Po nëna ka pasur probleme të rënda mendore që e ka bërë këtë gjë. Unë nuk besoj që Me ta mendore. Dhe kur i ka pasën 2011-ën, jo, në momentin që e more djalin, çfarë ndodhi më pas mes teje dhe asaj, Aishës? lajmërova direkt e News 24. Jo, ti e mbajtje në shtëpi, Në shtëpi e ka majtë. e ke mbajtur në shtëpi. Po, e Jo se e përzorën. braktise. Jo. Po si u ndave me Aishën? Se Nda- kuptoj që ajo i ka bërë Ndove për se shkak bërë gjestin më të shumëtuar në botë. Si ta maja unë mote. gjesti për djalin. Po. Pra në momentin që ajo mori djalin dhe bëri atë veprim që s'dua të ta përmend në këtë momente, ti vendose ta largoje nga shtëpia. Automatikisht E largove nga shtëpia. U shduka jo. Ku përfundoi? Mësove ndonjë detaj, ndonjë informacion? Nuk di. Mas 6 muajve e gjenë nusje një shoku tim, prej veshi, ke avukati, për të qoshin djalin në institucionin e duhur. Se nuk e mbajna mo 8 muaj. Nuk arije do të më të kujdesesh e i vetëm për djalin. Unë mbyllë edhe Talavaja, se erdhen kërkim këto të Aeropolit. Po? Belg, edhe më tha një shok largohu, tha se të kanë ardhur Gjermanët, tha. Ti në atë kohë ishe në kërkim ndërkombëtar, kërkohesh nga Interpoli. Në një farë mënyrë fshiheshe në Shqipëri dhe nuk bëje një jetë së lirë. Ja. E kuptoj. Në këto kushte që të ndodhi me partneren që kishte probleme shëndetit mendor, të la djalin vetëm, ndërkohë ti njoftoi shokut që po kërkoheshe tashmë nga Interpoli dhe duhet të ruheshe. Dhe çfarë vendose që fëmijët ta lihen në jetimore. Institucionin, po, Një jetimore. Po, pastaj me shoqëri, hyp autobusit, e dorëzojnë në Vlorë, ke drejtoresha. dërgon në shtëpinë e fëmijës Vlorë, djalin. Po, së bashku me nënën, gjetë edhe nënën? Jo, nënën, jo. Nëna nuk erdi. Ja, vetëm që bëri deklaratën ke avokati. Po, që fëmijën ua kishte lënë juve. Aja dështë të afronte prapi, thash, e ketë koti, thash. Me Florit ma bësh veni me diamanti, thash, nuk mund e moj, thash. Po, Kur ti kur smajt e fëmin tate do mash moj, thash, ik baj vetën, thash, zoti marta bërë, ndërkohë nuk e informacion se ku mund të ketë përfunduar sot. A se di, Aisha. a jeton, a se jeton.
E çove në shtëpinë e fëmijës Vlorë, Po, i mora rrobat gjithë, ja ndërzova. e dërzove, por kur Me momenti kukla, që me gjithë, firmose, Firmose. ja letë shtetit, Po, kujdestarin, apo, ja la shtetit, edhe ja parashtrova drejtoreshës. po, I thash këtu. është situata. Tha, mos ki problem, tha, fëmijët do ta kesh këtu, tha, kur të kthehesh. Pra, ti do ta lije fëmijën për një kohë Po, sish, po. të caktuar dhe më pas do riktheshe ta merri dhe të kujdesesh për Mos e të. logjike, normal. Po, çfarë ndodhi më pas me djalin tënd? Ndodhi, unë i çova letër nga burgu. Enrico. Enrico. I vendosët emrin, po? A i sa vjeç i bie ti jetë? 12 vjeç. Sa ishte në momenti kur e latë një jetimore? 8 muaj. 8 muajsh. Sot është rritur. Pa, normal. Ruan dhe një kujtim foto të ti? Nuk mi dha muaja drejtoresha, i kërkova unë foto. Jo, ato 8 muaj që ti u kujdese, apo I kam ke fshati sos, që ka një pikë ke Istenjishi. Mbrapa aty këtë përshi ako, ke një dentiste që abortojnë këto gratë që janë po pak rëndësi ka. ilegal. Ke disa Ke foto bobo i kujtim. ka, po nuk mi kanë dhënë. Nuk ti ka dhënë. Në shtëpi nuk ke asnjë foto të djalit vogël. Në asë mënyrë, asë një foto. Imazhin e ti e kujton foshnjë, 8 muajsh. Sot është një fëmijë, 12 vjeç. Pa. Ti e le aty dhe drejtoresha të tha që kur të E kthehesh ke sigurt 100%. që do vish ta marrësh. Po. Dhe ti gjithë ke qenë me mendimin që sa të zgjidhje problemet me drejtësi në shtetin belg, do rikthehesh e të merrje Direkt e djalin. ka marrë në telefon. Me 6, 2016, me 7 e ka marrë në telefon. Tha mos bën për ngu presione. Më zoj, unë po flas me ty, thash, me mirë kuptimi, thash, unë po flas shumë qeti, thash. Se kuptoj që ky presion që po mbon ti mu para priti, thash. Ti je i vogël, thash. Ky fëmijë ushiti, thash, pa firmën time. Pik mëroj, thash. U birësua. Ai u tha që fëmia ishte birësuar. Po, se s'ka pas kontakte, i thash, to dalla vetë, një nxore nga mrapa ti mu, i thash, në fillim të themu që e ke sigurt fëmin, edhe ai që më ka sjell këtu, më ka thonë që e ke sigurt fëmin. Po, Se dinja të lenja edhe në Tiranë, i thash unë. Ke fshati sos, i thash. Po nuk do arrinte fëmijën në këtë grad, i thash. Ti mbush xhepin, bë kapitalin, i thash. Shumë drejtërohesh e mirë, i thash. Kaq. Do dalim via, i thash, me shtetin, me gjykatat, me gjithë. por mësua ndonjë detaj se ku ishte birësuar brenda territorit Nuk të më dhan, nuk Shqipërisë. më dhan asnjë përgjigje, Asnjë përgjigje. as ajo. Por kur ishte birësuar, e mësuat vitin, ju e dërguat 8 muajsh. Unë isha në Belgjik, e që kështu nuk e Jo, di. drejtoresha ju dha informacion që Hiç fare. asgjë, vetëm është birësuar dhe asgjë më shumë. Po. Ndërkohë që ju e latë fëmijën në institucion jetimoren e qytetit të Vlorës me shpresën që të mbyllnit problemet me drejtësinë dhe do riktheshit ta merrnit, çfarë ndodhi me ju më pas? Ju kapët nga Interpoli? U arrestuat? Erdhi Aeropoli, i ka Aeropoli tonë, shkova në Gjirokastër, Po. dhe e lash me shoferin e autobusit, me telefon, ai me frezha, me defekti. Kur zbritan në Karpaq, Ku do vije? Do largosh nga Shqipëria në atë? po do shkoshe në Greqi, dhe do shkonja të jupin avionit të paraqitja që unë jam filani. A do vije të dorëzohesh e vetë? Po, normal. Po, Se këtu nuk mundem të hypsha. e qartë. Dhe u arrestove në Gjirokastër. Sa zbrita. Sa zbrita Karpaqin, u futën në tokë greke. Aty me kallash me projektore, më folin gjermanisht, u shtriva në tokë, prangat, verifikun, 45 ditë, i ka në Belgjik. Prekorim sa mu tha, do ta bësh të dënimin asë mënyrë. Dënimin do ta bëj atje ku e ka marrë. Ku e bëre dënimin? Në Belgjik, Në Belgjik. Sa u dënove? 7 7 vite. mungesë. 7 vite në mungesë. Ishe dënuar. Isha dënuar, Ishe dënuar. pa mungesë. Ti u arrestove dhe u ktheve për të bërë dënimin. Të Vash le kaucion, më morën komplet sekustruan mallin, komplet makinat, gjithë. gjithë pasurinë që Kam kishe pas, aty. po. Më morën gjitha, lan zero. 7 vite për e burg në Belgjik. Shkova në ankesë, prokuroria në ankesë, unë në ankesë, prokuroria në ankesë, unë në ankesë. Nuk u ulte. Në këto 7 vite, askush besoj nuk erdhi të takoj në burg. Jo, ma vinte nëna. A, vinte nana. Kam dhaj në Belgjikë. Ke njerëz në Belgjik që vini dhe kujdeseshin. Po punoja. Merja 500 euro në muaj. Brenda burgut? Po, në Levanteri. Po, punoje dhe merje 500 euro. Po, ishim detyruar se kishim gjys me kompjuter e kishim televizorin. Flisnin 2-4 mjesit me gjithë botën.
E kishte me kufje. Ndërkohë që mbarove burgun dhe u riktheve. Pa u riktheve. Erdhe në Tiranë. Po, me 6 dhjetor 2016. Ku nise një tjetër histori dashurie Po, me zonjën Lucie, që kishim në pjesën e parë. Nuk e kisha qef të martonja, po thash, rrallë parë, thash, me që ta shofi, thash ati mikut kësaj, Po, pima i kafe, më pëlqeri, më tha që jam e vujtur për te. E thash, vetëm probleme mos më mësili, thash. Ma thuj që jam e tilla. Do t'ja avash e nëzori kokën, shpi, mjes drektar. Shkonja në punë, qënja në gjes, ti qa buri e që imagjinat është i gruja me të bo ligjin edhe thot, du shpi. Po qa u bo shpia, ku ti shkrepse, kur të bjeri plani, ja u ke letra, ta ke noteri, ta kanë falë tokën. Unë ka thonë 150.000 euro për atë shpia dhe se shita, se ka amanetin e babaj. babaj shërguar nga këtë jetë, babaj juaj. Nga diabeti. Kurse nëna Nëna është gjallë. është gjallë dhe jeton në Belgjik. 86 vjeçë, 87 në Belgjik, është paralizuar. Ta kesh me jetë gjatë, mbi ka kesh. Qatë bësh. Sot jetë fare i vetëm në Tiranë, të gjithë familjen e pas ke jashtë. Pa. Motrat më the, Gjithë. edhe nënën. Gjithë vetëm një motër kam këtu. Ajo më ndihmon, sa ka mundësi. Sa dhe ajo është ma zotëmi, me një veshk, me 2 gocat. Qa të bëjë dhe ajo? Si e ke menduar? Je 61 vjeç sot, si e ke menduar? Për mu të vitë qatë detë, nga që mirën dhe që keqja, unë e kam da menin. Lucia të më kthej lekët, nuk mishen nga menja. Të vinë 500, 1 milion psikolog, nuk, jo për Lucia, të më japi atë që bërë. Du të drejtën time. Më japi lekët, nuk kam punë. Por ti këtë gjë e bën vetëm se ajo e bëri këtë veprim, apo ty vërtet të duen ato lek? Po më duen, se unë jam si peshku pa ujë. Sot jeni... Nuk kam fillu punë, sepse unë punoj në zez. Nuk punoj me dokumenta, me kontrate, me sugeracion. Nëse pas e se mblek koma, mblen zemra, varet, ku? Unë se jam 20 vjeç. Lucia i do gati gjithë. Po Lucia se unë ja bëjam punën të shpinë. Me të lame, me të gatume. Qa deshte më Lucia? Se mërë 250.000 lek. Nuk e shqipti njerë vlaj vetë këdera? Apo motra vetë? Erdhen njerë dhe se erdhen më. I vite motra këtë Elia. Po Lucia, ku i qovi leket që të ka thonë filanja? Ku më ka thonë lek mu, tha. Se po të fusë në i thikë, thot. Prap, gjunaf. Në me këte gjunafet, më rritë gjithë ditën, shqipte televizor, telenovela turke, edhe i mësovi gjithë pisliqet. Dhe nga gjitha partnerët që ke pasur në jetën tënde... Kjo ishte me rrezikshme, në botë. E kuptoj që me Lucien e ke të gjithën, për veprimin që ka bërë më shumë. E besova. Po si kur unë të kisha shqit veshkën, po si kur unë të kisha falë letrat e shpisë. Ishte ishme e dashur, e respektueshme kjo gru që më arrita unë deri në këtë gradë, po kaq burë ullit pas kam qenë unë, se i besoj grave të. Ashe, që bëri Lucia? Bam, se vëndsovi për i herë. Ty thatë kom rezervë, më thamë. Po ka thënë dhe këta? Po. E tentojmë dhe njerë të amarim Lucien? Për mu mos e merë. Jo, për të qenë transparent, thash do ta provojmë dhe njerë në pjesën e 2, sepse po t'ishte e mira e mërë të vetë. Drejt fundit, ndoshta ajo nuk e di, që ky është numri i emisionit pa gjurmë, Si se di që ne ajo. po e marim. Ajo se di. Ndërkohë i them gjithës ta tentojmë edhe njerë zonjën Lucie Stafën, ta marim në telefon me shpresën që mund ta ketë hapur telefonin dhe pak minuta na kanë ngelur në dispozicion pasi po vim drejt fundit dhe më duhet të bëjmë mbylljen. Uroj dhe shpresoj që zonja Lucie ta ketë hapur telefonin dhe t'i përgjigjet thirrjes tonë për ta dëgjuar edhe versionin e saj, pasi jam i sigurt që ajo do njoftohet për këtë program dhe nëse nuk na ka ndjekur live, do njoftohet nga familjar, nga miq, nga të afërm dhe do na marri. Jam i sigurt që do na marri, por unë doja ta kisha mes ditën e sotme zërin e saj dhe jo pasi të ketë futur sigla dhe të jetë mbyllur emisioni. Ju lutem, a fusni zilën transmetim apo vazhdon të jetë i mbyllur? Ta dëgjoj, ju lutem, ta dëgjoj që është i mbyllur. Ma fusni në transmetim. Por më njofton gazetarja Gjida Durishti që e ka ende telefonin e fikur. Zonja Lucie, do ta dëgjojmë edhe një në transmetim.
Arben, nëse na merr pas emisionit zonja Lucie dhe ndoshta mund të kërkoj dhe ballafaqim, je i gatshëm të përballë? Telefonin, ju lutem, provojini më vonë. E ka fillur telefonin. Atëherë Xhila, të lutem, mund t'i dërgosh një mesazh zënjës Lucie, t'i prezantohesh kush jemi dhe për çfarë po e telefonojmë. Ndërkohë, Arben, nëse zonja Lucie mund ta marrin telefon, ka ndodhur shpesh, prandaj po ta them këtë gjë. Nuk të vjene. Mund të kërkoj një përballje, e pranon? E pranoj, se pranoj. Sepse ajo mund t'japi versionin e saj, mund të hedhi poshtë gjithçka çfarë ketë ti. Ajo mund të bëjë çfarë të det për mua, kur arriti deri në këtë, nuk ka dash mos vi, për mua të bëjë çfarë të det. Ajo le të flasë si të det sepse e boni veten, arriti deri në këtë grad, nuk kam çfarë të vi më për ballafaqim. As e brava, as e preva, as kam detyrime ka shqar saj, ajo ka detyrime ka shqime. Unë sa t'jem gjallë, po e deklaroj edhe shtetit, edhe këtu, ajo është nasëm. Edhe më ka fut nasëm. Mu më ka fut nasëm. Ajo me mu është nasëm. Nuk do bëjt trimni me gratë. Nuk kam frikë. Mos t'i përdorim, por ju thoni që unë ndihemi kërcënuar nga djali i zotris, që jeton sot në Lucia. Po çfarë arsye ke bëj qefet edhe unë tej teket? Jo. Ndërkohë që të lutem, se ma ke lënë telefonin, mund ta kontrollosh nëse ka ardhur një mesazh, sepse telefonin tënd po e mbaj unë këtu për të pritur mesazhin, por që kontrolloj vetë më mirë. Ta rris unë tash për Lucia stava në fusim mu në konflikt, po kujt po i bë presioni që unë i burrit e saj. Ai të shikoj jetën e vet, unë shikoj jetën time, Lucia shikoj jetën e vet, a shikon se si vijnë gjithë problemet? Nga se vinë, nga gratë, më fala, se edhe ti femër je, po... Jo, është mirë që këto konflikte ti mbyllni, nuk ka kuptim që ju ti vazhdoni këto konflikte. Se mua bjen keq, unë lexova disa mesazhe. Mund Mund ta hapësh nëse ka ardhur një mesazh. Unë arrita ti lexoja disa mesazhe. Po? Mund ta kontrollosh. Nuk ka kthyer përgjigje. Nuk e di, ti e ke çu këtë? Po. Dhe presi përgjigje. Po nuk ka kthyer përgjigje. Po burrat janë burra. Duhet përballohen. Jo, mbase nuk e ka lexuar në WhatsApp. E ka lexuar. Mund të ma tregosh pak telefonin të lutem, ta shikoj nëse e ka lexuar apo jo? Jo, ai ka hyrë online, i ka shkuar si mesazh, por nuk e ka hapur, nuk e ka lexuar akoma. Po çfarë arsye? Po, mund të jetë në punë, nuk e dim. Në çfarë punë? Ndoshta mund ta kthej përgjigje pak më vonë. Mirë, nëse na ndjek ky djalë që jam e sigurt që do na marri në telefon pas emisionit, unë doja në fakt jo vetëm për ju, zoti Arben, por për çdo histori që prezantojmë në studion e emisionit Pa Gjurmë, personazhe të cilët janë të ftuar dhe ngren akuza për palën tjetër, unë do doja të gjithë i kisha në studio, por fatkeqësisht nuk e patëm zërin e Lucianës, telefoni i saj rezulton i fikur, ndërkohë dhe djali që jeton në Angli që kërcënon Arbenin, aktualisht ende s'na ka kthyer një përgjigje. Por këtij djali çfarë do i thoshe nga kjo studio? Ti djali të shohë jetën e vet, sepse unë nuk i kam faj. Ky tjetë për mua u boft mbret e Skënderbej, me mu nuk ka punë për arsye sepse unë si kam rënë qafë. Se që ka bo babaj vetë? Ish Lucia, bëjnë qatë të dem, dhe e falenderoj, nuk kam gjo, as i kam bra, as i kam prej, as nuk kam nërmen. Unë kam punë vetëm me trupin e Lucijes, një ditë të takoj në rrugë. Si njeriu me njeriu të përplasën. Ky mos më bëj presionin mu me anë telefonit. Se edhe unë kam njerëz në Angli. Dhe prapë unë të këshilloj. Shuvin gjithë komplet. Prapë të këshilloj ti të është policistë dhe jo të funksionojmë se edhe ne kemi njerëz dhe të kërcënojmë njëri tjetrin nga format jo më të mira. Ai nuk ka punë me mu fare. Arben, të lutem, se po shkojmë drejt fundi dhe ne do flasim edhe pas kujtave bashk. Por një mesazh për djalin që vendos emrin Enrico dhe letet muajsh në shtëpinë e fëmijës, sot i bie 12 vjeç, ai është birsuar, padyshim emri mund të jetë dyshuar nga prindit birsues, nuk e dim se si mund të thërritet sot. Për mu, u boft me mjekër, Zoti e dhonë shnet e jetë, por paktën desha të takonja. Brenda zemrës tënde besoj të 3 fëmijë të mungojnë. Dhe nga 3 fëmijët ke kontakt vetëm me djalin e madh. Pa. Vetëm me të madhe. Me të dytin, nga martesa e parë, për shkak të një konflikti ke humbur kontaktet, ndërsa nga fëmia i tretë, i vogli që është 12 vjeç aktualisht. Ai është mend i madh ai. Ai i dyti. Është mend i madh. Ai më ka ofenduar mua që nuk ka fëmijë ta ofendoj babën në ato mënyrë. Para 6 muajve, se nuk kam kontaktuar me atë. Para 6 muajve i rash Gerhard e ka emrin ky i madhi. Edhe e merr oma vet. Oma vet ndodhi një ditë sfat, burri i dytë,
ka një fëmijë, u se kam gacmu, se kam shajt, po gjithmonë i kam pyet kalamajt, si është mami, si është mami. Po, patjetër. Se në fund ishit ju Merr telefonin kjo dhe më ofendon mu. Jashtë kategorie nuk di çfarë them, ku i gjejnë këto fjalë. E kuptoj. Një mashkull nuk. Aty pastaj mori mu çon. Humbe kontaktet. Jo, më mori çuni i dyti, më tha mu, e di çfarë bëj, unë të tha, bëj këtë. Po mirë. Ju dhat një mesazh për 3 fëmijët, unë uroj Arben që një ditë ti takosh të 3 dhe të kesh kontakte, në fundit ata janë fëmijët e tu, përpos gjithë konflikteve që ke pasur. Unë të falenderoj që të pata në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Ne do të flasim dhe pas kujndave, se unë jam e sigurt që zonja Lucie, që pra të ka ardhur sot në studio, do reagoj pas kujndave dhe pse nuk e patëm dot zërin e saj në transmetim. Falenderoj Arben. Urdhë. Të falenderoj që të pata në studio. Dhe kështu dashumish kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë. Pa i Gjurmë vjen çdo ditë nga ana të premte ora 15:30 këtu në Report TV. Mirupafshim.